Në këtë episod të serialit Qyteti i Largët, shohim një nga momentet më prekse mes Gjianit dhe Aljes. Gjiani e çon Aljen tek varri i nenës së saj dhe i kujton premtimin që i kishte bërë dikur, se nuk do ta linte kurrë vetëm vajzën e saj. Kjo skenë tregon edhe një herë dashurinë, besnikërinë dhe përkushtimin e tij ndaj Aljes, duke prekur zemrat e shikuesve. Nga ana tjetër, ardhja e miqve të Aljes nga Kanadaja sjell shumë gëzim për të. Ajo ndihet e lumtur dhe emocionuar që takon njerëzit e saj, por kjo lumturi duket se e shqetëson Sadakatin. Sadakati vazhdon të ketë vështirësi të pranojë se Alia po gjen qetësi dhe lumturi, sidomos kur sheh se Xhiani është i gatshëm të bëjë gjithçka për ta parë atë të buzëqeshur. Duke kuptuar shqetësimin e Sadakatit, Xhian përpiqet të afrojë atë me familjen dhe i kërkon të marrë pjesë në të gjitha gëzimet e tyre. Ky veprim tregon dëshirën e tij për të bashkuar familjen dhe për të shmangur konfliktet që kanë ekzistuar prej kohësh. Ndërkohë tensioni vazhdon të rritet mes Boranit dhe Sadakatit. Boran vazhdon ta kërcënojë atë, por këtëherë Sadakat duket më e vendosur se kurrë. Ajo nuk ka më ndërmend të friksohet apo të tërhiqet, duke treguar një forcë dhe vendosmëri që mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve në episodet e ardhshme. A mendoni se Sadakat do të pranojë më në fund lumturinë e Aljes dhe a do të arrijë Xhian të mbajë premtimin që i ka bërë nënës së saj? Shkruani mendimin tuaj në komente.